Sot mbushen 4 vjet që kur u nda nga jeta veprimtari dhe patrioti tetovar Rafi Halili. Në përvjetorin e 4 të ndarjes nga jeta të Halilit, sot u bën homazhe në varrezat e qytetit ku edhe prehet trupi i tij. Fillimisht homazhe ka bërë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij dhe pjesëtarët e familjes Halili. Më pas, homazhe u bën edhe në bustin e Rafi Halilit që ndodhet në hyrje të fshatit Gajre. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, me këtë rast, është shprehur se sot përkujtohet revolucionari, patrioti dhe veprimtari i shquar i çështjes kombëtare Rafi Halili. Ahmeti e quajti Rafi Halilin pishtar të krijimit të grupeve të para ilegale, të cilët nuk u pajtuan me regjimin e atëhershëm jugosllav. Pjesa perindimore e Maqedonisë, pjesa shqiptare, ka patur revolucionarin më të madh në drejtimin e ngritjes së grupeve të para revolucionare, e grupeve të para të rezistencës aktive në drejtim të organizimit për të demasku pushtetë-mbajtësit, okupatorët, që pas vendosjes së regjimit ushtarako-policor të vitit 1945. I paepur e dëshmoi edhe vet akti i tij që ndoqi rrugën e bashk luftarit të vet, bashk organizatorit të vet, Recep Males. Nëse ka patur burgosur politik mbi të cilin janë bërë eksperimente anti-shqiptare mbi trupin e tij, është Rafi Halili. Kur nuk e lan ta shoh dritën e diellit, mirë për Rafi Halili edhe aty ku ishte në errësirë, rrezatonte dritë për të gjithë rinin shqiptare. Veprimtari Rafi Halili lindi në fshatin Gajre të vitit 1950 në një familje bujare dhe të fisme, ku edhe kreu shkollimin fillor. Vitet e shkollimit të mesëm në Tetov nuk i përjetoi si të tjerët, sepse që në vitin e dytë arrestohet, sepse bashkë me një shok nga Kosova, Gafur Lokun, vendosin flamurin kombëtar shqiptar në një rrugë të Tetovës. Pas shumë vuajtjeve në përburgje, ai pas viteve të 90-ta lëshohet nga burgjet dhe jetoi në Tetov deri në vdekje.